me kryeshefin ekzekutiv të Infrakosit. Më nxjerrni pamjet nga protesta që u mbaj dje nga punëtorët e Infrakosit, realisht e hekurudhave të Kosovës, punëtorët që po kërkojnë rritje pagash, sipas tyre ka 15 vite që nuk u janë rritur pagat. Nuk e di nëse i kemi diku videot të ilustrojmë derisa jemi duke provuar të bashkëbisedojmë me kryeshefin. Këto janë pamjet e protestës së djeshme. Agrën Statovci. Mirë, do të provoj pak më vonë kryeshefin, do të vazhdoj me nënkryetarin e Mitrovicës. E ka shtap, okej, mirë, do të insistojmë tek kryeshefi. Kryeshef? Urmani. Arben Ahmet jam drejt për drejt nga Kanal 10, shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Përshëndetje Arben. Si e veçantë, ty kam drejt për drejt. E pam dje, pati një protestë të punëtorëve të Hekurudhës. Cili është mesazhi juaj për ta, çfarë po ndodh në fakt, cila është performanca e kompanisë kështu me radhë? Po të thonë drejtën Arben, për performancë të kompanisë nuk kemi edhe çka me fol, i kemi edhe raportet publike. Për momentin jemi të operuar në linjën Fushkosov Pej, 4 trena e kemi 2 vajtje, 2 ardhje. Do me thonë, operojnë vetëm një segment rrugor, kështu që edhe performanca normal që nuk mund të me kom pozitive. Mirë, si është puna me financat, po subvencionoheni, si po ja dilnim realisht me buxhetin? Po nuk muj me thonë që subvencionohemi komplet si ndërmarrje, kemi një marrëveshje me Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapësinor për ofrimin e shërbime publike. Për ato shërbime normal të zonë, kur është subvencionim për këtë vit i kemi 400.000 euro nga Ministria e Ekonomisë dhe investime kapitale 489.000. Në radhë që e pjesë është e subvencionimit. Mirë, çka mund të flasim, cilë mesazhi që mund t'ju japim punëtorëve? Ka gjasa që t'ju rritën rrogat të Po hyrat? për momentin nuk di dhe çka më thonë. Vullneti është si menaxhmentit ose edhe i bordit, por mi ngrit pagat e punëtorëve, po mundësit financiare na kupizojnë. Ky është problemi ata. Këto investimet që po ndodhin në Hekurudhë si rezultat i bashkëpunimit edhe me fondet e Bashkimit Evropian janë duke vazhduar apo janë ndalur? Si është gjendja me to? Jo, këtu investimet ajo në drejtim të Shkupit, qoftë kjo në drejtim të Mitrovicës. Po këtu është problemi se na jemi 2 ndërmarrje publike, Infrakosi menaxhon infrastrukturën, kurse na kemi ofrojmë shërbime publike, transportin e kemi. Kështu që nuk kemi të bëjmë ato investime në linjën e 10, përkundrazi këto prej se ka filluar linja ose rehabilitimi i linjës 10 për vitin 2019, na veç jemi kryqëzues si ndërmarrje, kështu që na konkretizuar edhe operimin e këto në linjën e 10, kështu që nuk na prekun për momentin këto investime që janë të bënë Hekurudhë. Okej. Ju jeni vetëm për mirëmbajtjen e këtyre, vetëm për transportin që ekziston. Faktikisht vetëm një linjë ekziston, Prishtinë-Pej, nuk ka tjetër apo? Po nuk ka tjetër. Na vetëm as Prishtinë-Shkup nuk organizohet ajo linja. Jo, prej vitit 2019, prej se kur ka filluar edhe rehabilitimi i kësaj linje kemi ndërprerje ata trena nuk ka çast andej. Vullnetin e kemi edhe si menaxhment, po edhe si bord. Por mi ngrit pagat e punëtorëve, ata protestat i kanë parenuar ashtu siç e jep ligji, kështu që na jemi detyruar tash si menaxhment, po ta them të përgjithësinë jemi të obliguar me likuiditetin e ndërmarrjes. Tash në këtë pikë këtu ja ka vonë mungesa e fondeve dhe të hyrave, edhe jemi të kufizuar bashkëpunim me sindikata kena pas, kemi arrit si ndërmarrje, kemi rrit transparencën, kemi ulë dhe disa shpenzime të ndërmarrje, kanë qenë edhe të panevojshme, po nuk po arrimi rrit hyrat, shkaku që linja 10 për momentin është veç totalisht e mbyllur. Një pyetje, cila është ardhmja sipas jush? Rikthimi i linjave apo shkrirja e kësaj me Infrakos?
Se duke qenë aty afër e dini më mirë se sa ne cilat do të ishte zgjidhja për ndërmarrjen realisht. Po zgjidhja për ndërmarrje është fiks pari na presin të hapet kjo linja 10 që na me projekt nuk kemi dhe të bojmë, ato këtë pyetje mundi me bo dhe në infrakos. Shpresojmë që të hapet kjo linjë dhe të kthehen investimet, ka me qenë dhe domosdoshme edhe për ndërmarrjen tonë, se kur përfundojnë këto projekte në linjën e 10, normal që ka mu rritë edhe nevoja për investime dhe në trajnkos, si mjetet tërheqse dhe tërhequra. Kështu që na shpresojnë që do të ecim përpara, po të ardhe pak më të lartë, jo tash për më njerë. Shpresoj që natyrisht të ndodh kjo. Faleminderit shumë, Ky shef. Faleminderit edhe juve.